إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur xhamatli, vëllezër shumë të nderuam dhe të jetë respektuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë me drejt Allahut, krijuesit gjithësisë, i cili meriton për të adhuru dhe meriton vetëm atij me i besu. I falenderojmë shumë Allahut, i cili na ka udhëzu dhe në këtë ditë xumë na ka bashku. Edhe pse të pakt në numër, edhe të njëjtën kohë, kjo mungesë e popullit, kjo mungesë e miletit, kjo mungesë e vëllezërve dhe motrave tona në përgjithësi në Kosovë edhe në trojët e Shqiptarisë, nuk gëzohet më shumë për këtë punë se sa ata që kanë plane ugërzi ndaj këtij populli. Mirë po ne qofshëm edhe shumë pak me numër, ne nuk do të dorëzohemi. Do të vazhdojmë rrugën e paqes, rrugën e dinjitetit, se njeriu me dinjitet është i madh. Njeriu nuk është i madh me pasuni. Njeriu nuk është i madh me famë, as me autoritet, por është me dinjitet. Dinjitetin ta jep Allahu më varët sa të ka dhënë Zoti bereqet. E nëse je udhëtar dhe bashkë rrugëtar i profetit ton alayhi salam, po edhe i pejgamberve para tij alayhi salam, që kanë synu të bukurin xhenet, me emër të Allahut, Zoti nuk ka me të lënë pa asnjë dinitet, ka me të dhonë. Ki me pas hisën e dinitetit, inshallah. Prandaj në këto kohra ku krizat po vlojnë për botë, kur jemi duke trokit në për krizat të jashtëzakonshme, madje me të rënqet lëkura, por dhe të njëjtën kohë në kuadër këtyne krizave, ishe profetësit e profetit ton alayhis salam që është vërtetuhen në procedurë. Allahu aq bukur njerëzve ju ofron mësime dhe urtësi që me kuptu kush është ai paqësori prej atij agresori. Kush është ai i cili e ka pagu me çmim të nalt lirin, por edhe të njëjtën kohë paqen dhe dashurin, edhe kush është ai glabruesi i cili don me të glabru gjithçka prej dore me ta morë ai të mirat e Zotit, veç ai mi posedu. Prandaj në këto kohra ku na di me fol edhe ndryshe, mirë po sa është e urtë, mirë po sa është e qëllume, mirë po sa shkon në një vi me rrethonat e kohës, në çfarë rrethona jemi tu jetu, nuk është trimëri mos me bashkangjit urtësinë. Urtësia me burëri e krijojnë trimërinë. Prandaj sot kemi nevojë me kon edhe musliman besimtar të Zotit, por edhe njerëz të urtë. Njëri urtë nuk gutet. Njëri urtë, plesht kanë thonë mot 3 herë prej 1 herë, sot ka ardhur vakti 30 herë me mot. Jo 1 herë ose 3 herë. Prandaj na dojna me mbjell shpresë. Në këto kohra kur më shumë ti është e luftume y mydi, edhe shpresa njerëzve, jo kriza, jo ngritja madhe e çmimeve, jo inflacioni shumë i madh, jo mungesa e lezetit, a besha që ka hup lezeti. Nuk kena lezet në shtëpi, s'kena lezet në xhami, s'ka lezet në shoqëni, ka hup lezeti, s'është ai interesim. E në këto kohra kur hup lezeti, largohet diniteti, luftohet e drejta dhe e vërteta. Njeriu të vërtetë i thonë të pavërtet, a njeriu të dilingji i thonë haxhi. Atëherë ne vëllezër të dashur duhet me mbjell shpresë dhe optimizëm në popull, se kështu na ka mësuar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.
Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë edhe tu e po kiametin të ndodh, e kini fidan në dorë, mbjellë fidanin e le të bëhet kiameti. Kjo është shkolla Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj në këtë moment unë du me kallëzu diçka që kur nuk e keni ni. Jam i bindun. Në momentin kur Allahu Dhul Gjelale ka shpëtu Musën a.s. me 70.000 musliman, me 70.000 besimtar, me 70.000 ndjekës dhe iftar, i blokum të deti kuq, mrapa Firauni me ushtrin që gjakun me pamukja ka pijat i populli, ju gjujtën krejt besimtarë. I tha na morën qafë, bëllmire na kanë rëktar. A i thërë ka hete bohë në zotni me mu, këta hygjëm e në rëktari, si kur na, shqiptarët, ka gja e kena një cilësit përbashkët me i thtarët e Musës. Zotin na ka bo zotni në vatonin tënë, në halo me nëjnë asirab. Zotin na ka bo zotni, në halo me nëjnë asirab. Vjedhëm, rajmë, traftojmë, shesëm, bojmë punë të pesta, njërën më përfitë të mundshme, veç me rëzu shajshojnë, veç me glabrujnë, veç për interesa. Edhe të dashrit e mi, Musa a.s. tha, sabër, Zoti tha nuk len mu, edhe nuk tha Zoti jënë, tha Zoti jam. A Muhammed a.s. atje në shpel, kur e rëthun e Bu Gjeheli me glabru, ish veç me Ebu Bekrin, tha Zoti jënë e Ebu Bekrin. Zoti jënë, pse e thanë shumë saj, e kjo e thanë njejsë. Se këta ishin me numër kalablak, po s'kan peshat atë Allahu. A këta ishin veti dyti, tha Zoti jënë, si kur ka dosh thosht me thonë Muhamedi a.s. O Ebu Bekër, kush del prej shkollës tënë, ata nuk i len Zoti jënë duar thot. Kështu ka dosh me thonë i dashur i përenis, vula pejgamberis, mësusi njerëzis, Muhamedi a.s. Edhe vllazën hyri Firauni, kur e po që hynë në deti dhe u hapë deti, këto e dini tonë, e dul Musa a.s. me krejt ata besimtarët në pjesën tjetër të bregdetit, a i Firauni prej mendjemalsis, për arrogancës, po edhe unë e thajmë zët, për edhe mu thamë rëndeti qështu. Edhe hynë, kur hynë, ju vërsull dalë këtë detit dhe e glabrun, krejt ushtrin cëpë e grimja bon, në momente më kritike të Firaunit, është e registru me në histori që ka thonë. 70 herë ka thirë Musën a.s. O Musë, o Musë, o një mëmbre. Allahu prej 7 polë qiejve, po i thëtë Musës, nga në mirë. Më pas thirë mu, jo 70 herë, veç 7 herë, unë e kisha një mu. Po ty po të thret, a mu nuk po më thret. Qërë që ka bën dreqin deri në këtë moment? I vetëmi njerin ftyrë tëke, që kur me zon, e kur me buz, e kur me gju, nuk e ka shqiptu fjallën Allah, është Firauni. A veç e kësik blet e bordha, shqiptarët e thujnë një fjallë, veç e kësik blet e bordha, ka ka dosht pushtetar, edhe i vetëmi njerin ftyt tuke që është i dekun, e që rrenë mi tuk është Firauni. Mi u kalzu i lumi Allah për gjithë atë zullum që e ka bon. Edhe këty në ju vjen rrava. Sabër. Allah është i madhë. Ne nuk duhet të mashtrohemi, por djemi syqel edhe t'i lexojmë ngjarjet në mes rreshtave. Bile, jo veç mes rreshtave, nga në mirë këtë këshillë që ka po tham, po edhe në mes shkruajnjave. Sepse ne dëshirojmë një shqiptar besimtar të ditur e të mençur, e jo një besimtar shqiptar të fjetur, që hanë karemin kush ka dëshirë në mashtran. Ja, ka kalu e ku. Ne duhet ta dim interesin e kombit ton, interesin atë dheu ton, për hir të Zotit ton, në mënyrë që ti qëndrojmë besnik këtyre trojeve. Troje tona ka nevoj për ju, populli dashur. Troje tona ka nevoj për punëtorët.
Ky shtet ka nevojë për pushtetar të drejtë që kanë frikë Zotin e madh ati kofshëm fal. Jo për kësi lloj pushtetar që për interesa personale na lojnë peng popullin dhe shtetin dhe të ardhmen e të rive tonë. Ja u shpras Kosova. Mbetëm pa njerëzit tamë. Me luk dukatit me na e dhonë mërgjimtarët, kur s'ki me kanë me hangër bukën, nuk të hahët buka. Kjo është e vërtet. Kjo është realitet. 70 herë mu sa të thiri ty, tha mu 7 herë mu në pasirë, tha unë i kisha një mu. Qa që qërë Allahum. Sa të mire kena Allahum. Sa të dashtën e kena Allahum. E më sarani se Allahu në ka sjellë këtë dynja për më nësë provu. Sot do të qëndrojmë në rrugtimin ton drejt knatësive ti, këmë varët prej vendosshmërisë ton, këmë varët prej seriozitetit, prej sinceritetit, sprovat shkojnë e vinë, e mirë po ju lutem, mos humbni një shpirt. Mos humbni një shpirt. Shpirtin rune se keni me adërzu Allahut. E shumë është më rëndësi, kur ja u dha Zoti shpirtin, ja u dha të paqë. Kujdesuni për pastërtinë e tij. Se vjen befasi vdekja, e bam vaki nuk mundesh me ja kthy zotnis të pastër që ta ka dhuru. Inshallah Zoti na arun, edhe nuk bim kurthat aty në lojtarëve se na nuk dina me lujt mirë. Sidomos na shqiptarët nuk dina me lujt në kolektiv. A ke po sportet individuale na jena në kampione. Kush që na mund nuk ka. A në sporte kolektive, na dete golla shkojna, zina me vangull. Pse në gjak e kena bajraktarizmin. E këto nuk është si pjesë e kjerë, të lëshon spuna, mulle me shkute automekaniku ja ndrojmë. Kalaj është. A vetë dijen, duhet me shku 2-3 breza për mundru. Një qere shekull i shkoj për lufte. Kur dojna me ndruna tash? Kur dojna mu vedisuna tash? Kur dojna me kuptu na se s'kena atë tjetër përveç se shqiptaris dhe shqiptarive tona? Venin tonë me dasht ma shumë o popull. Qyra ta pe Karpatave i nërë, dhe Allahi nuk jenë të këti veni. E billahi. Na kanë glabru. Nesër me ndryshu strategjit geopolitike botnore, më gruna zot me kris në i luft botnore. E të rjeken alatët ndërkombëtar. E pa përjashtume është ballafaqimi me ta derra kështu thon. Patjetër. Po, e vërtet është se dojnë me të glabru, dojnë ty me të shkatru, me të hjek nga faqa e dhejut. Kjo është realitet. E ti, qa ke bo për venin tënë? Ku je ti i pregaditun shpirtnisht, emocionalisht për me sakrifiku për atë dhejun tënë? Kur në paqe ti elshën, kur në paqe në rahati, ti ik për atë dhejun tënë. Qëre katrunë tona të boshatisura? Që një shkolla tona në buz të mbyllës, me 10 shkolla të mbyllura, me 10 xhamien të ndes të mbyllura, jo pse shqiptarët nuk e dojnë islamin. Mos i ngoni prollat atyne në emën të shqiptarisë që na luftojnë islamin. E si mbojnë nder as krishterimit, pasha Allahin e madh. Mirë po, ne duhet ta kemi parasysh që pa popull nuk përjetohet as liria, nuk ndërtohet as shtetësia, nuk synohet as ardhmeria këtij populli. Andaj na dojnë një si gjenerate asoj shkolle që kanë dalë besimtarët që ka thonë Resulullahi Ebu Bekrit, la tahzan, mos u piklla, inna Allahe ma'na, Allah është me ne. Qatë shkolle dojmë, qatë shkolle na duhet me hi, qatë shkolle na duhet me kry. Ajo shkolla misionit, nuk është shkolla profesionit. Prandaj ti si besimtar i Allahut, ti shqiptar dhe bir i adhëut, i nënave, i lokeve tona, që dhanë gjithçka për të na eduku, sa jemi të gatshëm na për me rujt këto bukurit cilat na i ka dhuru Allahu, këto mirësi që na ka dhuru Allahu. Shiko, mjafton me ditë të tjerë sa e dojna na adhëun ton, dilne për lumejt e Kosovës, dilne për malet e Kosovës, shi lugjet e verdha me lule, sa janë të rujtura, sa ka bërlëg, sa ka keqpërdorim,
edhe e vrejnë ti sa e dojmi na atë dheun ton. Nuk duhet atë dheu jon nëse nuk ka regull, nëse nuk ka ligj, nëse nuk ka disiplin. Nëse nuk e kena prej pushtetit, duhet pi pas ato prej Allahut, krijuesit gjithësisë, se ai të she edhe e dën me pas të pastër, se Allahu na ka dhënë neve që kujt mbot nuk i ka dhënë. Krejt bota u çumë në animu, krejt bota na ka dhuru eksperiencën e vet, na ka dhuru mundësitë e veta, na të dashurit e mi nuk e kena të vedije për me erujt atë dheun edhe fejnë ton. Si ata që janë jashtë xhamis, si ata që janë mrena xhamis, nuk e kena për ime. Me kesh ardhje, na do të më konë autokritik, se na që kena mrena xhamis, i sulmojmë edhe i atakojmë ata që janë jashtë xhamis. Ata që janë jashtë xhamis, neve na këshyrim me një sy tjetër që jena brenda xhamis. Nuk kena dallim. Të dytë e kemi në një vi, pajtohemi në një pikë, takohemi se nuk e kena perime. Për me pas perime, mendsinë e robit, shkelum e në kosh bërlogut. A mendsinë e zotnis të agës, duhesh me posedu. Se je atë dheun tënë, me ndërtu, me rrit, me forcu, se runa zot nesra me u ekspozu. Ndo një rrezik kombëtar, ne do të jemi fidai të atë dheu tonë, si kur ishëm 98-ën, edhe 99-ën, për i zetë zotit, edhe mos me na lëviz qërpiku i synit, sepse rrethonat po ndryshojnë, e runa zot interesat të ndrojnë, e mbetësh kokërdat, e Allahu na falt, e na udhëzoft, e mbos ta provoft me ato çka nuk mundu me bajt. Zoti ju rujt, faleminderit shumë vëmendje, por në këto kohra trupullta, kur edhe informacionet e kanë vërshu mediumin, e kanë vërshu popullin, kanë vërshu opinionin, po na frigojnë, po na shqetësojnë, po na ngarkojnë me lloj informacioni, neve na vynë sot për shpresë, për njerëz të dinjitetshëm, për njerëz të rahmetshëm, për njerëz të hareshëm, për njerëz të sakrificës, të punës, të paqes, të dashurisë. Jo mu bo peng i atyre cilët me nxispresin, ti që i fal 5 vokte me të përjashtu prej atë dashurisë, ti që i bjen Allahut shahadet e me kokën sejdë Rabbul Alamin, ka qef ty me të një, ti tu ja plëcu dëshirën atyre, e mos ja jep këto gratis armiqve dinit, timonit e ti selamit, se vallahi e tu ja bo argotin dreqit në amen të dikuj tjetër. E Allah inshallah në udhëzon e na drejton. Ai ka mundësi, prandaj lutem, i përgjerohemi që mos na lëshon prej dorës ti, të na mbroni Madhi Zot, të na udhëzoni Madhi Zot, të vdekurit tan që u lodhen, e u munun, e sakrifikun, e besa shumë prej tyne u torturun, e besa shumë prej tyne kanë hjek për elemente më bazike të jetës, me lloj peripeti, por qëndrun stoik, e na rujtën fen, e na rujtën dinin, e na rujtën islamin, akullin e kanë thy, e ujin e kanë nxjerr, edhe e kanë rujt dinitetin, paqllakun, pastërtin, edhe në munu kanë qëndru me mundësitë e tyre që i kanë posedu, e të njëjtën kohë të tazë, të fresk këtë islam në kanë dhuru. E ne vllazën kot këti komoditeti, këti luksi, këtyre mirësive, këtyre begative që na sot i posedojmë, që ky popull i ka që kur në histori nuk i ka posedu, ne qomi pesh edhe t'jekum dorë prej gjërave më elementare të mëshme që ne ka dhuru Zoti ati ku shumë fal, vallahi, billahi, tallahi, do të meritojmë qortimin, jo veç prej Allahut, por pastaj edhe prej historisë, e ata që do të vinë pas nesh, e runa Zot do t'i sprovoj Allahu, kanë me thonë që si ka ardhur marrë, gjitha të mirat Zotit, nuk dol dikush me thonë, elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu na udhëzoft, e na kthjelloft, e na mundsoft, e i lutëm Allahut që vëllezërit tanë mërgjimtar pa dallim, cilët e kanë ardhur, janë tu ardhur dhe inshallah vinë, e na ngjallin, e na forcojnë, e na kthjellin, e na gëzojnë, edhe të njëjtën ku Allah i ruan rrugës prej aksidenteve, besa prej
prej shumë problemeve që kanë për kufi e për territorin e Serboslavisë. Allahu i mbroft ata, e i rujt, e mos t'i bina nena për hir të Allahut, sa ata janë të pa rahmet, të pa dignitet, e janë me plot kuptimin e fjalës armiqt përbetuar të shqiptarit e të besimtarit tyre trojve, ti qëndrojmë larg këtyre glabruzëve, pse me plot kuptimin e fjalës na duke i prit e runa zaturon kurth vëllezërit tonë që po na bin për çdo ditë fatkeqësisht. Allahu dhul xhelal e boft khair e mirë, ai ka mundësi. Prandaj duat e tona, lutjet tona, përgjerimet tona, sabret tona, shpresat tona janë të varura në dyert e Allahut, që nuk mbyllen ato dyert deri në ditën e Kiametit. Qofshit faqebar, faleminderit shumë për vëmendje. Vëmendja juaj motivacion për mua, në mënyrë që Allahu dhul xhelal atë që më ka dhuru, du ta ndaj bashkë me ju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. لازم تزوت من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مس شتساهني مس دبساهني مس أفرقاهني إذا تنيتن كو مس لياني që shpirti juaj, mendja juaj, zemra juaj, ideali juaj, atë dhe dashuria juaj, fetaria juaj të dobësohet për shkak rrethonave gjeopolitike dhe gjeostrategjike, madje edhe globale që duke ndodhur në përbot, sepse ju jeni besimtarë të Allahut. Luteni Allahun për paqen e botës, mënyrën më të mirë të mundshme Allahut të na shpëtoj prej çdo të keqes së mundshme që vije si rezultat i pabesive, i dreqnive, se me plot kuptimin e fjalës i kanë shpall Allahut luftë e Allahu xhelle xhelaluhu me rahmetin e tij po pret se është i njëjti Zot që i tha Muses më pastir mu 7 herë, unë ju kisha përgjigj ati Mus 70 herë të luti e të kërkoj ndihmën prej teje e ti nuk e zgjatet dorën minimu këti faqeziu. Kështu vëllezër të dashur, historia përsërit historinë, sikur na që kemi prijatar pejgamberin, edhe të tjerët e kanë prijatar Firaonin faqezi. Faleminderit shumë për vëmendjen e juaj, qofshit të bekum, na kemi nevojë me na animu me pagu peletin, po steçin nuk kena me qitë sot, po janë kacat, me na i cent juaj, me na gëzu, qatë pelet për dimën vllazën dojna me siguru, peletin shpitën e kena prun, kjo shtëpia të gjithëve, xhamia, e da duhet me pagu, me centa, ka pak, me emën të Allahut, kena në fund me i dal, inshallah, dhul xhelal. S'ka projekt që kemi nis me Zotin, e që i njëjti Zot të njëjtën kohë na ka mundsuar dhe me bitis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tërë i kametin Haxhi Muharram e qof faqe bardhë.